Tajvani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nënshkruar një marrëveshje tregtare që synon uljen e barrierave tarifore dhe zgjerimin e partneriteteve të teknologjisë së lartë pas disa muajsh negociatash. Ky është një kapitull i ri për tregtinë e jashtme të Tajvanit. Presidenti i Tajvanit duke shtuar se marrëveshja do të fillojë bashkëpunimin ekonomik dhe teknologjik me SBA-n, aleatin kryesor të ishullit të vetçeverisur. Marrëveshja vjen përpara vizitës së planifikuar të presidentit amerikan Donald Trump në Kinë, prill e cila u hartua të ndihmuar SBA-t të adresojnë çekuilibrat tregtar, të sigurojnë zinxhirin e furnizimit jashtë Kinës, të forcojë lidhjet ekonomike me një partner kyç indo-paqësor. Marrëveshja ende nuk ka nevojë për miratim nga Parlamenti i Tajvanit. Sipas marrëveshjes, tarifat amerikane për mallrat tajvaneze do të kufizohen me 15%, ndërsa SBA-ja do të fitojë akses preferencial për të eksportuar produktet industriale dhe bujqësore, tilla si automjete dhe mishviçi në Tajvan. Ishulli i cili mbështetet në importet e energjisë do të blejë gjithashtu gaz natyror të lëngshëm dhe naftë bruto në vlerë 44.4 miliard dollar nga SBA-ja. Kjo marrëveshje gjithashtu mbështetet me marrëdhënien tonë të gjatë ekonomike dhe tregtare me Tajvanin dhe do të rrisë ndjeshëm qëndrueshmërinë e zinxhirëve tanë të furnizimit, veçanërisht në sektorët e teknologjisë së lartë, tha di ambasadori i SBA-s Jamer Greer në ceremoninë e nënshkrimit. Qeveria jon do të krijojë një model të Tajvanit për bashkëpunimin teknologjik në SBA, duke integruar industrinë e saj në gjysmëpërquese dhe teknologjisë së informacionit dhe komunikimit me sektorin e inteligjencës artificiale të SBA-s, Alai në Taipei. Gjysmëpërquesit tajvanez dhe produktet e lidhura do të marrin trajtim profesional në kuadër të marrëveshjes, sipas zyrës së përfaqësuesit tregtar të Shteteve të Bashkuara.